Kalaja Rozafa vazhdon të mbetet destinacioni turistik kryesor në Shkodër. Historia lashtë e këtij monumenti ka tërhequr mijëra turistë vendase të huaj gjatë këtij sezoni turistik, duke konfirmuar edhe një herë peshën e saj në hartën turistike të vendit. Për këtë vit, Kalaja e Shkodrës ka kaluar tashmë shifrën zyrtare për 100.000 vizitorësh, shifra që flasin për një interes në rritje nga viti në vit. Tregojnë se Kalaja Rozafa mbetet një nga pasuritë kulturore më të vizituara e më të preferuara në gjithë Shqipërinë. Unë jam nga Kosova, isha pranverë këtu, thash t'ja u tregoj fëmijëve. Unë Shkodrën e kam pa pranverë, më ka pëlqy, po Kalan se kam pa, thash Kalan. Tani natyrisht qytetin tani jam të shku në qytet. Shumë mirë, shumë mirë. Kjo është, unë kesh ma herën Velipuj, që një javëtet, po këto po më pëlqen shumë. Tash që di ku me shku edhe me hangër ushqim të mirë në qytet, jam i lumtur. I want to come from Denmark to Albania. I want to visit. Sa po erdha, jam nga Danimarka, isha dhe në Tiranë, tani po vizitoj Shkodrën. Kalan e pash në Google Maps dhe dëshiroja ta shikoja nga afër. Është shumë e bukur. Google Maps and then I went here. From Iceland and I just Jam nga Islanda, nuk kam qenë më parë në Shqipëri, prandaj vendosa ta vizitoj. Kalaja duket e bukur, po ashtu edhe pamja që të ofrohet nga këtu është shumë e bukur. It's a historic castle. Molto bello. Është hera e parë, është shumë bukur. Kemi ardhur dje, do të qëndrojmë 2 ditë. Sot do të vizitojmë qytetin. Përmes guidës erdhëm këtu. Kalaja është shumë e bukur, po ashtu nga këtu është një panoramë e mrekullueshme. Le guide, poi abbiamo cercato in internet. Fluksi i lartë i turistëve pritet vijojë deri në fund të sezonit, ndërsa Kalaja e Shkodrës vazhdon të mbetet motori kryesor që nxit turizmin kulturor dhe ekonominë lokale në Shkodër.